Mira protestues janë mbledhur në sheshin para kryeministrisë në protestën e thirrur nga opozita. Në protestë ishin të pranishëm drejtuesit kryesor nga Partia Demokratike dhe forca të tjera opozitare, ndërsa kanë marrë fjalën drejtuesit kryesor të PD-s si dhe qytetarë të thjeshtë. Gjatë fjalës së tij, nënkryetari i Partisë Demokratike, Luciano Boçi, tha se shembja e qeverisë së Edi Ramës është një nevojë pa diskutueshme, pasi sipas tij, ajo është kthyer në një seli private dhe qeveria në klub të mbyllur qejfi dhe ahengu. Sepse Shqipëria jonë nuk e duron më faktin të drejtohet nga një njeri i cili e ka kthyer shtetin në pronë private dhe pronë të bandave të krimit të organizuar, që e ka kthyer qeverinë në klub të mbyllur qejfi dhe ahengu, dhe që tallet çdo ditë me fatet e shqiptarëve. Dashur protestues, kjo ndërtesa që kemi në krah nuk është kryeministria e shtetit. Jo, kjo është kuplaraja e pushtetit. Dhe pas atyre blindave që duhet i shembim me çdo kusht, nuk është pushteti. Aty është mbërthyer frika e pushtetit. Dhe ne duhet ta shembim këtë pushtet. Dhe aty nuk është vendi i qeverisë, jo është vendi i ajnisë, i qeverisë që kafshon pasuritë dhe paratë e shqiptarëve, dhe shëmbja e tyre është detyrë para historisë, është detyrë para vendit, është detyrë para gjithë qytetarëve dhe para të gjithë shqiptarëve. Prandaj jemi sot këtu me një numër kaq të madh protestuesish për të shprehur këtë revolt dhe këtë zemërim. Dhe ta dini mirë, dashur qytetar, që këtu në Shqipëri aferat janë marramense, që këtu vjedhja ka emër dhe ka shifra, dhe fillojnë me inceneratorët 430 milion, vazhdojnë me laboratorët, me koncesionet 500 milion, dhe marrin rrugën e rrugëve, rrugën e tuneleve, të unazave, të aeroporteve, të paras, pisët, dhe këtu vërtiten miliarda, dhe po ka emër. Kreu i departamentit Brain Gain dhe antari PD-s në Shkodër 8 Kopliku tha se fundi i këtij regjimi vjen vetëm nëse bëhemi bashkë të gjithë për ta rrëzuar, pasi kjo është një përgjegjësi e secilit prej nesh. Kjo shmendori shumë shpejt ka me marrë fund. E kur regjimi shemet, historia ka me ju gjyku, sidomos ju intelektual të heshtën këtij vendit. Boshleku që ju keni lanë, mushet çdo natë nga pseudo-intelektual si puna e Toni Gogu, Idajet Beqiri, që na mushin mendën se ne jena mirë, jena shumë mirë. E kur nuk ja dalin dot në ngradën tujt intelektualit të lëshuar me qira, i thonë që është edhe më keq nëse vjen Partia Demokratike në pushtet. Në emrin tuaj thonë që jena njësoj me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që fut me bandat në burg, bandat e 97, me ata që i futen në parlament dhe e drejtojnë shtetin me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që lidh me çdo shqiptar, çdo fshat, çdo komunë, çdo qytet, me rrugë, lidh me çdo shqiptar këtij vendit me shërbimin shëndetësor, me arsimin dhe i dha me mundësinë për zhvillim ekonomik. Si mundena me kenë njësoj ne me ata që dëbunë 1.1 milion shqiptar. Si doja shpjegoni pasardhësve tuaj të nderuar intelektual këtë heshtje dhe këtë dakordsi me një band e cila tentoi me zhbash Shqipërinë. Ne kena arrit në pikën më të ulët të përgjegjshmërisë të shtetarëve tonë. Asnjë llogarilanie. Dje në kohën e zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike ishte akti më normal, dorëheqja vetëm nëse një ministër u dyshote që kishte pas shkelje. Sot ne kena hajdut nga më të jashtëzakonshmit. Tu fillu tek kryetari i Bashkisë Shkodrës, i cili si i pa shkollë kërkonte 300.000 euro, ndërkohë që studentat e Harvardit merrshin 500.000 euro. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra e superbuxheteve, që brenda natë villte 50 milion euro. Të gjithë vazhdojnë detyrën, vazhdojnë punën, madje edhe në remote, si Linda e Akshit që punën e bën nga shtëpia, sepse është në rreth shtëpisë. Kjo marrëzi ka me marrë fund se s'ban një ditë. E ky fund ka me ardhur vetëm nëse ne i bëjmë pyetjen vetit cila është përgjegjësia jonë. Secili ka pjesën e tij në misionin historik për kërzimin e kësaj qeverie antishqiptare.
Nuk duhet presim me noll diçka e madhe. Ndryshimi ka me noll vetëm si bashkim i sakrificave dhe i veprimeve secilit prej nesh. Nuk do të vijë as nga ndërkombëtarët, nuk do të vijë as nga drejtësia, por nga njerëzit e lirë të këtij vendit, do të vijë nga ti demokrat. Gjithashtu, fjalën në protestë morën edhe qytetarë të cilët shprehen të indinjuar dhe të revoltuar me qeverinë në pushtet, ndërsa e konsiderojnë si të rëndësishme luftën kundër klasës politike që po qeveris aktualisht vendin. Unë jam Eva e Partisë Demokratike, që Selim Blu e kam etiketuar gjithmonë si shtëpinë time të dytë. Por sot nuk jam këtu vetëm për një parti. Sot jam këtu për dinjitetin. Sot jam këtu për drejtësinë. Sot jam këtu për të ardhmen. Sot jam këtu për t'i dhënë shuplakën e merituar shtetit që kthen shtëpinë në qytetarit të ndeshëm dhe i hap rrugën pa drejtësisë. Si u rrëzoga diktatura kështu? Shkon në robi, merr një doktoratur, diplomohet, lahet, vishet, vesh kollare, vesh kostum, ulet në një studio televizive, hap një program televiziv, jep mendim, jep mend, mbledh analistët aty që të diskutojnë tani hajde si ta rrëzojmë diktaturën, që të flasin në emër të popullit. Do thoni ju populli jemi ne, jo, nuk dini gjë ju, e dini ata se çfarë mendon populli. Protesta e thirrur nga opozita bëri bash qytetar nga të gjithë zonat e Shqipërisë të mbledhur në sheshin para kryeministrisë, ndërsa kërkuan rrëzimin e qeverisë në pushtet të kryeministrit Edi Rama.